Marina ishte një koqire e edicionit të tretë të Power to HR, një summit inovativ i organizuar nga Kosova Job, ku mbi 40 folës nga kompani ndërkombëtare si Google, Meta, Booking, Adidas, Wolt e kompani vendore, diskutuan për të ardhmen e burimeve njerëzore, imazhin e punëdhënësve dhe ndikimin e inteligjencës artificiale. Serkan Deveci, një lider i lartë në fushën e burimeve njerëzore në Google, me mbi 15 vjet përvojë globale në planifikimin strategjik të fuqisë punëtore, tha se punëtorët e kënaqur janë çelësi i suksesit të kompanisë. Throughout my career, Për gjatë gjithë karrierës time me pasion kam udhëhequr duke u mbështetur në një parim thelbësor. Për të pasur të ardhura të qëndrueshme duhet të kesh klient të kënaqur, dhe për të pasur klient të kënaqur duhet të kesh punonjës të lumtur. Por shpesh harrojmë këtë lidhje të hulumtuar, të dëshmuar dhe kaq tërheqëse mes angazhimit të punonjësve dhe performancës financiare të kompanisë, tha Deveci duke shtuar se nuk ka shkop magjik për të ndryshuar angazhimin e punonjësve, por çelësi qëndron te durimi, këmbgulja dhe përkushtimi i vërtet. financial performance. Kremena Jordanova, ish drejtoreshë marketing activations në Adidas, thotë se me gjithë zhvillimin e inteligjencës artificiale, kreativiteti që buron nga njerëzit nuk do të zhduket. I would love to think that creativity is Do të doja të besoja se kreativiteti nuk po zhduket përkundrazi, por i gjallërohen nga fakti që tani mund ta shkurtojmë ndjeshëm kohën nga ideja deri te realizimi dhe të shohim menjëherë çfarë funksionon dhe çfarë jo. Kjo në fakt do të krijojë më shumë hapësirë për të hyrë më thellë në nivele më të avancuara të kreativitetit, sepse me mjetët që kemi aktualisht mund të krijojmë përmbajtje mesatare, fushata të zakonshme. Por ajo që do ta shtyjë kreativitetin përpara do të jenë ndërveprimet e sinqerta njerëzore, që mund t'i krijojmë përmes fushatave apo ngjarjeve interaktive sikur kjo. Inteligjenca artificiale nuk do të ishte në gjendje të ndajë këtë njohuri, po të mos isha unë këtu për ta ndarë, thot për Katrol Media Jordanova, e cila si shumë të huaj që vinë në Kosovë, tha se i pëlqen më shumë në Kosovë mikpritja dhe atmosfera e ngrohtë. I'm not here to share this knowledge. Një pjesë shumë e rëndësishme e eventit sipas Gili Hoxhës nga Kosova Job është ajo e PR Zone, ku janë ofruar 18 perspektiva të ndryshme. Kjo pjesa PR Zone është shumë e rëndësishme për shkak se përveç impaktit që ka këtu që si vjet njerëzit mundën me ardhur dhe mi dëgju për së afërmi perspektivat, ka me pas edhe artikuj publikohen mandej edhe si video, edhe e fuqizon edhe Kosova Jobin edhe Akademi Punës si një platformë edukuese ku njerëzit e kanë mundësinë prej atyne e gjarave në vijën e parë të frontit më përballë pikërisht me ato njohurit që ata i kanë edhe më mësu prej tyne. E pikërisht në këtë PR Zone ishte edhe drejtori ekzekutiv i Katrol Media Muhamet Jashanica, i cili ndau përvojën e mediumit të parë në gjuhën shqipe për lajme të mira dhe gazetari konstruktive, që kësaj here ishte media partner i summitit global Power to HR. Katrori tash 3 vjet, jemi vitin e tretë, është një histori suksesi, kisha me thonë, edhe natyrisht kjo ja atribuohet jo vetëm vizionit e misionit tim që e kam pas prej fillimit për me shtypër para një media të pavarur që promovon, si me thonë, lajmet e mira edhe gazetarin konstruktive, po natyrisht ja atribuohet gjithë ekipit tim, krejt bashk kena punu çdo ditë, krejt bashk punojmë çdo ditë, audiencës tonë me dhonë batë mirën, lajmet vërtetat, verifikume mirë, shumë njerëz ma ka bo pyetjen, qysh është e mushme me mbjetu veç me lajmet mira ose ambjetohet me lajmet mira ose ambjeton një media online, ja ku jemi është viti tretë, përveç që kemi mbjetu, kemi mri me rrit impaktin edhe kemi mri me zhënu audiencën. Në summitin Power to HR janë eksploruar tema të rëndësishme mbi inovacionin, si dhe ndikimin e inteligjencës artificiale në burimet njerëzore. Këta thojnë AI is here to stay, na qarës patëm pa e njek. Thonë këto veglat, aplikimin që bëjnë se sere në industri, na duhet me njek për shkak se nuk kemi ka i ikim, edhe që ajo është rëndësishme që komiteti ka kuptu, që nuk ka mu metoda tradicionale, është të shku edhe ato shku të zhvillim, që me thonë në projekcion geometrik, po hinë gjithë shka, janë për mi 800.000 tools që e përdurën, që sa ma shpejt ashtë ma mirë, se për ndryshe na shkel industria.
Po pse është më rëndësi të ndjekët një summit të tillë sipas Zana Havollit nga Kosova Job? Është mundësia me networking me shumë njerëz edhe që kjo menoj që ndikon në secilin që merr pjesë, përveç se mëson shumë sa në tjera prej folësve që janë pjesë e këtij summiti. Që kjo kanë kogja big prej atyne, unë menoj që tash 4 që po e them, ka me kanë halama big, po shkojmë të u bo halam të prusane ma të reja, ma të mira, ma inovative, kështu që veç rrini pritni dhe stay tuned. Ka pas nevojë Prishtina dhe Kosova për një ngjarje si kjo, ku njerëz edhe bojnë networking, po edhe vinë mësojnë prej folësve ndryshme dhe përvojave të ndryshme, gjatë që menoj që ndikon në zhvillim të përgjithshëm të bizneseve, po edhe individëve, po edhe studentëve që kanë ardhur me mësu. Për neve është shumë kënaqësi me marrë pjesë në këto dhe presim normal sa të reja prej Power të i gjarë edhe viteve të ardhshme. Realisht na presim që me edukim atmat bizneseve, të thonë edhe kjo është edhe qëllimi një prej parimeve tona të si shoqëria avokatëve, që me ju tregu kompanive se çka duhet me bo ma shumë edhe çka munden ata me bo ma shumë një që me shmojnë problematika me pasoja ma të mëdha për ata. Sipas organizatorëve, Power to HR është destinacion kryesor për profesionistët e burimeve njerëzore, teknologjisë dhe marketingut, të cilët dëshirojnë të qëndrojnë të përditësuar me tendencat më të fundit dhe të shkëmbejnë përvoja me lider të industrisë.